Kemi një bashkësi islame. Islam s'ka zajednicë. Dhe flet në emën të muslimanëve. Në emën tem jo. So nuk jam antar i bashkësisë islame, nuk jam antar i Islam s'ka zajednicës, për shkak se unë jam shqiptar në rend parë dhe nuk jam musliman. Unë e besoj Kur'anin, po jo sektin Hanefi të bashkësisë islame. Dhe bashkësitë islame, Islam s'ka zajednicat, ju kum tregu në ish Jugosllavi janë prodhim i organizimeve me urdhrat Beogradit. Me urdhrat Beogradit. Dhe ata e publikuan një hotel me emrin, dëgjoni mirë, e publikuan një hotel me emrin Isra. Një sure në Kur'an është Suratul Isra. Me numër 17. Tash, nëse sejën e shëndrojmë në zë, bot Isra. Dhe me thonë, hoxhallarët janë prej bijve të Izraelit. Ata moti janë largu dhe janë tjetërsu dhe nuk kanë të bëjnë asgjë me bijtë Adem. Ata e kanë gurfat në vend që të shëndrohet par kaj vend, ata ndërtojnë hotele Isra. Dhe lidhin me Isran, tani dohet ta bëjnë edhe Mirajin. Për aty ishit kanë bërë edhe Mirajin me shku bishtat katësie me fol me Zotin. Kush? Bijtë e Izraelit. Që asnjë për juve nuk të beson.